الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: o ju që besuat, friksojeni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Dhe dije se fjala më e mirë është fjala e Zotit, Kur'ani Kerim. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe punët më të shëmtuara në fen tonë janë shpiket çojnë humbje dhe humbjet çojnë zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, titulli I hutbes sot është mirë se vini në shtëpitë e Zotit Xhelle Xhelalu. Pra mirë se vini në xhamiat e Allahut subhanahu wa taala. Aty ku përkujtohet Zoti Xhelle Xhelalu, aty ku ushqehet zemra dhe shpirti dhe atrohet I gjithë trupi, aty ku njeriu qetësohet dhe mediton, aty ku njeriu I lë hallet mbrapa dhe shqetësime dhe probleme dhe çmundjet, aty ku njeriu e madhuron Zotin Xhelle Xhelalu, aty ku njeriu I bën sejdë vetëm Allahut subhanahu wa taala, aty ku njeriu I kërkon falje Zotit, aty ku njeriu strehohet vetëm tek Allahu subhanahu wa taala, aty ku njeriu I qan hallet me Zotin e tij në sejdë. Pra gjëra dhe botkuptime që nuk I gjenin rrugë as në shtëpitë tuaja, as duke u përzier, duke u lodhur majtas apo djathtas. Aty ku truri dhe mendja pastrohet nga thashethemet, nga gjërat pa vlerë, nga thirrjet boshe, nga ulurimat, nga çerrjet për të ikur majtas apo djathtas. Aty ku ka vetëm një rrugë që Zoti e quajnë në Kur'an Kerim Siratul Mustaqim, rruga e vetme e drejtë, rruga e Allahut dhe rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Larg rrugëve që çajnë, apo larg rrugëve që përçajnë majtas apo djathtas, këtu ka vetëm një rrugë vetme, rruga e Zotit dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të dëshirojë motra me fëmijët e vegjël që po bëjnë shqetësim. Me gjithë respektin, Zoti është për bleft, me fëmijët po bëjnë shqetësim çdo xhumë. Allahu shtoft durimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, një hadith kaq madhështor që do ta gjeni vetëm fen islam, për ata që sinqerisht duan të ratojnë zemrën dhe shpirtin e tyre, edhe të ndjehen të vlerësuar tek Zoti subhanahu wa taala, edhe pse ndjehen të nënçmuar tek njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurajras: "Mashtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazzalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man 'indahu." Nuk mlidhet një grup njerëzish në një shtëpi prej shtëpive të Allahut Azza wa Jall. E lexojnë Kur'anin dhe mësojnë atë dhe studiojnë në mes veti. Vetëm se mbi ta thot
zbret qetësia, rehatia, i përfshin ata rahmeti i Zotit, mëshira Allahut azza wa jall. Dhe me lajket e Allahut i rrethojnë ata me krahët e tyre në hadithin tjetër deri në qiellin e dynjas, i rrethojnë me lajket ata besimtarët me krahët e tyre. Dhe i përkujton Allahu azza wa jall, i lavdëron Allahu besimtarët tek me lajket dhe pejgamberët e tij. Haula ibadi, këta janë robët e mi pra. Në hadithin tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, lillahi malaikatun yatufun, Allahu ka disa me lajke që dalin dhe bredhin dhe vizitojnë xhamiat e Allahut dhe besimtarët. Dhe thonë, halumma ila halaqati dhikr, miset vinin ato xhamia ku përmendet duaja, për kujtimin e Zotit, njerëzit qajnë i kërkojnë Zotit rahmet. Dhe kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i pyet me lajket e tij, çfarë duan ata, çfarë kërkojnë, çfarë bëjnë ata? O Zot, ty të madhërojnë, ty të lavdërojnë, ty të falenderojnë, ty të shenjtërojnë. Por çfarë kërkojnë ata, i thot Allahu azza wa jall, edhe pse Zoti e di. Tha, o Zot, kërkojnë xhenetin. Hal ra'uha? I pyet Allahu subhanahu wa taala, a e kanë parë ata xhenetin? Tha, jo, o Zot, thon me lajket, ata nuk e kanë parë xhenetin. Sikur ta kishin parë xhenetin, do t'i shtojë më shumë malli për te. Pra, këto kuptime vëllezër dhe motra nuk i gjenin rrugë, nuk i gjenin në punë, nuk i gjenin në shkolla, nuk i gjenin në kafene, i gjeni vetëm në shtëpiat e Allahut azza wa jall, ku njeriu i përulet Zotit ti. Do pa kreati zemra, do pa kreati shpirti, do pa kreati trupi, sepse dynjaja nga natyra sa është lodhse, raskapitse, e largon njeriu nga rruga e Zotit subhanahu wa taala dhe nga përkujtimi i tij. Prandaj kemi nevojë herë mbas here të mblidhemi, të dëgjojmë, të mësojmë, ta përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala në kohën kur njerëzit përkujtojnë çdo gjë tjetër përveç se Zoti nuk e përkujtojnë. Përmendin çdo gjë përveç se Allahu nuk e përmendin. I përulen të gjithë njerëzve dhe krijesave, por nuk i përulen Zotin subhanahu wa taala. E ndjejnë në çmimin dhe largimin dhe poshtrimin e njerëzve, kurse këtu do të ngjeni krenarin dhe përulen vetëm para Zotit subhanahu wa taala. Atje ndjeni të varur nga të tjerët, kurse këtu jo Zoti ju çliron nga varësia e njerëzve dhe gjithçka e çka mes qiellit dhe tokës. Sepse kush e adhuron Allahun dhe madhëron atë dhe madhëron simbolet e Zotit subhanahu wa taala, inna Allaha yuharriruhu min ubudiyati an-nas, Allahu e çliron atë nga adhurimi i njerëzve, nga pasimi i tyre, për tek liria e besimit dhe tauhidit dhe monoteizmit, pra për tek varësia vetëm Zotit subhanahu wa taala dhe jo krijesave të tij. Prandaj fjala e Zotit, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra kur ata janë shpinë e Zotit, illa ghashiyatuhumur rahma, mbulon ata mëshira Allahut azza wa jall. I përfshin ata qetësia shpirtërore, i ratohet zemra dhe shpirti. Atje ku nuk ka thashë theme, nuk ka fjalë boshe, nuk ka gjëra të padobishme, nuk ka tha apo thuhet, nuk ka thirrje koti qorre, por ka thirrje vetëm te gjëja vetëm tek adhurimi i Zotit subhanahu wa taala. Dhe shlirimi i zemrës dhe i shpirtit nga varësia dhe i krijesave të Zotit dhe njerëzve. Për tek liria absolute dhe rruga drejt përuljes vetëm para Zotit subhanahu wa taala, këtë do ta gjeni në shtëpiat e Allahut azza wa jalla dhe nuk do ta gjeni në asnjë vend tjetër. Po çfarë thirret në shtëpitë e Zotit xhela xhelalu? Çfarë mësojnë njerëzit atje? A marrin ata rroga për fenë e tyre, për të lëshuar mjekrat apo për të vënë shamijat? La vallah, marrin rrogë shumë të madhe. Marrin xhenetin e Zotit dhe ahiretin e tij subhanahu wa taala. Prandaj dhe Allahu i shpërblen besimtarët me atë çka ai ka premtuar, me xhenetin e tij dhe me shtëpitë e Zotit subhanahu wa taala, rrahatohet zemra dhe shpirti dhe rrahatohet e gjithë qenia njerëzore. Allahu thotë në Kur'anin Kerim, për t'i lavdëruar ata të cilët i ka veçuar Zoti subhanahu wa taala nga adhurimi i njerëzve për ta adhurimi Zot, për ta adhurimi Zotit i tij. Fi buyutin adhina Allahu an tarfaha wa yudhkara fiha ismu yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Në ato shtëpi të cilat lartësohet dhe madhërohet emri i Zotit subhanahu wa taala. Lartësohet dhe madhërohet emri i Zotit subhanahu wa taala në mëngjes dhe mbrëmje,
Po pas çfarë ka? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Burra, gra dhe besimtar, që nuk i pengonet do tregtia dhe shitblerja, nga përkujtimi i Zotit subhanahu wa taala, nga falja namazit, dhënia e zakatit, sepse ata i friksohen asaj dite ku do të dridhen, do të shtrëngohen zemrat dhe do të çfarë? Do të verbohen shikimet nga frika e ditës kiametit, nga tmerrshia e saj dhe dhimbja e saj. Haulai almu'minun, këta janë besimtarët, alladhina yakhafuna rabbahum, që i friksohen vetëm Zotit tyre dhe jo njerëzve, që i mbështeten vetëm Zotit tyre dhe jo njerëzve, që mësojnë në xhamiat e Allahut, wa aqimu salata wa atu zakata wa kunu ma'al muhsinin al khalisin. Faleni namazin, jepni zakatin dhe jeni me të sinqertit. Në shtëpinë e Allahut mësohet fjala e Zotit, wala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana. Mos adhuroni askën tjetër veçti dhe me prindërit silluni mirë. Wa wasayna lisana bi walidayni ihsana. Dhe porositëm njeriu që sillet mirë me prindin e tij. Nëse arrin njërin apo të dy prej ta, le ta shtri krahun e rahmetit dhe mëshirës dhe thot Rabbi irhamhuma, o Zot mëshiroj ata, ashtu siç ata më mëshiruan mua kur isha i vogël. Wala taqul lahuma uffin, dhe mos i thuaj atyre uff. Dy fjalë, pra mos i thuaj atyre uff, mos i thuaj babës dhe nanës uff, mlodhe kokën, më shurdhove vesht. Nuk i gjeni ton rrugë jo, i gjeni vetëm në shtëpiat e Allahut. Në shtëpiat e Zotit do të gjeni atë çka thot Zoti në Kur'anin Kerim, Kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj nëse e doni Allahun azza wa jall, atëherë ndiqeni pejgamberin e tij që dhe Zoti ju do juve t'ju fal mëkatet dhe dije se Zoti është falës i madh. Në shtëpitë e Allahut thot atje Zoti, wa qasitu, mbani drejtësi, se nuk do ta gjeni këtë rrugë, por do ta gjeni në shtëpitë e Zotit subhanahu wa taala. Në shtëpitë e Allahut do të dëgjoni se si kujdesesh për gruan dhe fëmijët e tu. Wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'atihi. Çdo pris për jush, gjithë secili për jush është bari për familjen e tij dhe është përgjegjës për familjen e tij. Në shtëpitë e Allahut do të dëgjoni wala taqrabu zina, dhe mos ju afroni zinas dhe kujt, mos ju afroni mos ju afroni zinas, pra mos ju afroni vëllezër më kurvërisë dhe degenerimit. Në shtëpinë e Allahut do të dëgjoni wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allahu e ka bërë halal tregtin dhe ka ndaluar kamatën. Pra në shtëpinë e Allahut do të dëgjoni në shtëpinë e Zotit subhanahu wa taala dhe duheni njëri tjetrin, innamal mu'minuna ikhwa, muslimanat janë vëllezër, fa aslihu baina akhawaykum, dhe shëroni dhe kujdesuni dhe pajtoni midis vëllezërve tuaj. Në shtëpinë e Allahut do të dëgjoni vëllezër e motra se si të kujdesesh për farefisin. Dhe Zoti subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk hyn xhenet ai që i cili i shkëput marrëdhëniet farefisnore. Në shtëpinë e Allahut azza wa jalla dhe në fjalën e pejgamberit, jeni në mezhliset e diturisë, aty ku zbret rahmeti i Zotit, aty ku me lajket e Allahut rrethohen rreth nesh dhe bëjnë hije në shenjë nderimi për besimtarët që kërkojnë diturinë e fesë Zotit deri në qellën e dynjas, sot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj lutim Allahun xhella xhelalu ne i falë gjuna dhe gabimet dhe na bëj për atyre alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, për atyre që përkujtojnë Allahun të ulur, të ngritur në këmbë, pra e përkujtojnë Zotin kudo që janë. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja dhe lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Mirë erdhët në shtëpinë e Allahut azza wa jall, aty ku mbulon qetësia çdo zemër dhe çdo shpirt, dhe aty ku njeriu në mënyrë absolute i përulet Zotit të tij. Mirë erdhët në ato shtëpi ku mësohet çfarë është vllazëria, çfarë është fisnikëria, çfarë është miqësia, çfarë është dashuria, çfarë është respekti, çfarë është ndeshmëria, çfarë është fisnikëria. Të mësosh se ç'do të thosh që të qëndrosh burr dhe trim, qëndrosh grua dhe burr, fisnik dhe fisnike, të mos e shesësh nderin tënd, familjen tënde, pasurinë tënde dhe kështu me radhë. O vëllezër dhe motra, jam i bindur se këto gjëra nuk do t'i gjeni as në shkollat tuaja, madje as në ato shkolla që paguhen me miliona çdo muaj. Sepse e vetme gjë që ata mund të japin materializmin,
por duke na dhënë vetëm materializmin na çveshin nga morali dhe besimi dhe akidja dhe vendosmëria dhe qëndrimi në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Hadha sirati mustaqima fattabi'u", kjo është rruga ime e drejtë dhe ndiqeni atë. "Wala tattabi'u subula fatafarraqu", dhe mos ndiqni rrugë të tjera përveç saj dhe kështu që ju të shpërbaheni, të përçaheni, të ndaheni. E ka përmendur Zoti rrugën e drejtë në numrin 1 në Kur'anin Kerim për treguar se rruga e drejtë është vetëm një, rruga e Allahut azza wa jalla dhe rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe rrugët e tjera përçajnë, ndajnë, largojnë njerëzit nga njëri tjetri, nxisin urrëtie, sharje, shpifje. Kurse rruga e Zotit dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përtej mendimeve tona, apo formimeve tona, apo racave apo ngjyrave që kemi, i përul Zoti të gjithë njerëzit në sejdë përpara tij, ta'dhiman li nafsi, për të madhëruar madhështinë dhe pozitën e tij xhelle xhelalu, dhe t'i tregojë njerëzve që e vetmja fe që i bashkon zemrat është feja islam. Duan apo s'duan të pranojnë, u pëlqen apo nuk u pëlqen, kjo është feja e Zotit subhanahu wa taala që ka shumë njerëz i bën bashkë. Po çfarë shpërblimi kanë këta njerëz tek Zoti xhelle xhelalu? Pasi e lën tregtinë e tyre, punën e tyre, shkollën e tyre për të përkujtuar Zotin subhanahu wa taala dhe të madhëruar të në xhamiat e tij. Yajzi Allahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, që t'i shpërblej Allahu azza wa jall për ato punë të mira që ata punuan dhe t'i shtojë atyre prej mirësive dhe begative të tij. Allahu furnizon atë që dëshiron pa llogari. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, bëjeni këtë lloj krahasimi në përditshmërinë tuaj, në shtëpitë tuaja, në familjet tuaj, në rrugë, në punën ku jeni, në shkollat që studioni. Pra bëjeni këtë lloj krahasimi, çfarë gjeni në xhamiat e Zotit subhanahu wa taala dhe çfarë gjeni në rrugë. Prandaj ata punojnë dhe thonë që ata marrin rroga, keni drejt, marrim rrogë shumë të madhe, xhenetin e Zotit xhelle xhelalu. Marim xhenetit e Allahut inshallah taala dhe sevapet në këtë dynja dhe punët e mira për cilën do të pyetemi ditën e Kiametit dhe do të vijë në peshorën e drejtësisë Allahut, peshorën absolute e cila nuk gabon as sa grimca e atomit. Prandaj kur mos t'ju largoj opinioni njerëzve, apo frika ndaj njerëzve, apo sharjet e tyre, apo na mbajnë peng me të kaluarën tonë, apo me gabimet tona, apo du na kauzuar si terrorista, ekstremistra, musliman, uleni, ngrijeni, apo të prapambetur, që të harroni sejdë ndaj Zotit subhanahu wa taala, të harroni fen tuaj, kulturën tuaj, traditën tuaj, atë që e përcollën njerëzit prej prazbezit. Mos i keni frikë njerëzit, sepse njerëzit ikin dhe vinë, nuk ka askush siguri në këtë dynja. E vetme siguria e fe Zotit, atë që ta jep Zoti mbështetjen absolute që ke ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe për uljen absolute ndaj Zotit dhe jo ndaj njerëzve. Ata duan që ne të jemi robërit e tyre, por ne kemi zgjedhur mendimin e Allahut, jemi robët e Allahut subhanahu wa taala. Ata duan që ne jemi projekti i tyre, por ne kemi zgjedhur të jemi projekti i xheneteve të Zotit subhanahu wa taala. Ata duan që ne të jemi të varur prej tyre, por ne jemi të varur vetëm prej rrezikut dhe rahmetit dhe fuqisë Allahut subhanahu wa taala. Ata duan të fusin në kokë idetë e tyre, kurse ne kemi zgjedhur të fusim në zemrat tona fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata duan të shohin poshtruar në këmbët e tyre. Wa ya'za Allah wa ya'ba Allah, dhe refuzon Allahu që t'i krijojë robët e tij të përulen në duart e njerëzve dhe në këmbët e tyre. Prandaj Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Wal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin." Krenaria i përket Allahut, pejgamberit dhe besimtarët. Mirë po qafirët dhe munafikët la ya'lamun, nuk e dini gjë të tillë. Pastaj do ta shohim se kush dhe ku do të jetë drejtimi i dur atëherë kur të vi exheli, dita që thotë Allahu li kel yawm kunta ta'id, dita që ti e refuzoje, e mohoje exhelin e vdekjes. Dhe aty do të shikojmë se çfarë anije kanë hyrë për ata dhe çfarë treni kanë hyrë për besimtarët. Elusim Allahun në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahut azza wa jall në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun në i fali gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun në udhëzojë në fenë e tij. Elusim Allahun në udhëzojë në Kur'anin e tij, në sunetin e pejgamberit tij alayhi salatu wasallam. Elusim Allahun na i ruaj djem dhe vajzat tona. Elusim Allahun na i ruaj të ri dhe drejat tona.
Elusim Allahun na i forcoj dhe na i mbrojë ata nga çdo sherr, nga çdo e keqe. Elusim Allahun t'i forcoj ata nga çdo sherr dhe çdo e keqe. Elusim Allahun t'i bëj ata krenar me fenë e tij, krenar me sunetin e pejgamberit të tij, krenar me rrugën dhe udhëzimin e tij. Elusim Allahun t'i mëshiroj gjyshin dhe gjyshet tona që kanë ndruar jetë për muslimanëve. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun t'i ruaj dhe t'i çliroj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun t'i shëroj smurët e tyre, t'i ruaj gjallët e tyre, t'i pranoj dëshmorët e vdekurit e tyre. O Zot, jepi hakun sionistëve dhe kriminalëve. O Zot, jepi hakun sionistëve dhe kriminalëve. O Zot, jepi hakun sionistëve dhe kriminalëve. O Zot, ata kaluan arrogancë me madhësi. O Zot, ata mendojnë se janë Zot në tokë, po ti je Zoti i qeve dhe i tokës. O Zot, ata mendojnë se kanë ushtri, po ato harrojnë ushtritë tua, ya Rabbel Alamin. O Zot, ata mendojnë se janë të fortë, ata harrojnë forcën tënde. O Zot, ata mendojnë se janë mbretërit e paras, harrojnë mulke, ke harrojnë mbretërinë e qeve dhe tokës që ti ke, Allah. O Zot, ti i plot fuqishëm, zilzilil ardh tahta aqdamihim, bëj që ti dridhet toka dhe themeli i shtetit kriminalëve. O Zot, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona dhe ndihmoj muslimanët kudo që ndodhen. O Zot, shlyje borxhet hallexhive. O Zot, shlyje borxhet hallexhive. Shëroj të smurët tan, shëroj të smurët tan, shëroj të smurët tan dhe na bëj prej atyre që vdesi vetëm me fjalën la ilaha illallah wa anna Muhammeden rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.